Kjo është një nga historitë më të çuditshme të Cristiano Ronaldos, e cila nuk përmendet thuajse kurrë. Në vitin 1997, një djalosh 12 vjeçar u thoi nga Madeira në Lisbon për ta provuar fatin e tij në klubin e futbollit Sporting. Kishte shpejtësi të jashtëzakonshme, aftësi dribluese që rrallë hersheshin, por pa kush besonte se ai mund të bëhej futbollist profesionist, sepse kishte probleme me zemrën. Sportingu u friksua, por në vend se ta refuzonin, e dërguan në operim dhe Cristiano Ronaldo u kthye të stërviste, ku menjëherë filloi shkëlqimin e tij me grupmoshat e Sportingut. A dini se çka ndodhi më pas? Në një ndeshje të grupmoshave, ekspertët e Manchester United kishin ardhur për ta parë një futbollist, por në vend të tij u impresionuan nga Cristiano. Sir Alex Ferguson i urdhëroi djajt të kuq që ta transferonin menjëherë. Nga një operim në zemër, ai u transferua në Premier League.